Imagjino Ballkanin në vitin 1938. Europa po zien. Italia fashiste e Mussolinit ka një objektiv të qartë, burimet natyrore të Shqipërisë, veçanërisht naftën. Në këtë kohë, Shqipëria kishte një nga vendburimet më premtuese të Ballkanit, Kuqova, Patosi dhe zona e Zharzës. Dhe Italia e dinte që prej viteve 20 italianët kishin gjetur naftë në tokën shqiptare dhe kishin krijuar kompaninë pa Azienda Italiana Petroli Albania, duke marrë koncesione të rëndësishme. Por në vitin 1938, Mussolini dëshiron më shumë kontroll të plot, pa asnjë kufizim, dhe këtu fillon operacioni i fshehtë. Në prill 1938, në Shqipëri mbërrin në heshtje disa nga ekspertët më të lartë të industrisë italiane, të shoqëruar me oficer të shërbimit sekret se zyrtarisht vinë për inspektime teknike, por dokumentet tregojnë se misioni i tyre real ishte të matnin sasitë e rezervave shqiptare dhe të përgatisnin një plan marrje me çdo kush. Italia kërkon që Shqipëria t'i jap monopol absolut për kërkimin, shpimin dhe shitjen e naftës. Madje ofrojnë kredi, armë dhe mbështetje politike, por me një kapje. Shqipëria duhet të heqë dorë nga çdo partner tjetër ekonomik. Qeveria shqiptare, edhe pse nën presion të rënd, heziton. Ka frikë se humbet sovranitetin ekonomik. Në Vlorë dhe Durrës qarkullojnë raporte se anije ushtarake italiane afrohen më shumë se zakonisht. Italia e kupton, duhet të veprojë më agresivisht. Në fund të vitit 1938, se nis një mision tjetër të fshehtë, oficer të maskuar si inxhinier përpiqen të negociojnë drejt për drejt me drejtues vendor, duke kërkuar të marrin nën kontroll puqin e Kuqovës. Por planet nuk shkojnë siç pritej. Rezistenca administrative shqiptare, mungesa e bashkëpunimit në terren dhe konflikti i interesave mes vetë kompanive italiane i bën përpjekje të dështojnë. Në Rom, Mussolini zemërohet. Ai nuk do të pres më. Dhe kështu, në prill të vitit 1939, Italia kalon nga misionet sekrete në një zgjidhje brutale dhe të drejtpërdrejtë, pushtimin e Shqipërisë. Dhe cila ishte gjëja e parë që Italia mori nën kontroll? Pikërisht vendburimet e naftës shqiptare, arsyeja kryesore e gjithë presionit të vitit 1938. Kështu mbaron një nga operacionet më të fshehta, më të nënvlerësuara dhe më pak të njohura të historisë sonë. Përpjekja e Italisë fashiste për të rrëmbyer pasurinë më të çmuar të Shqipërisë para se të hynte me ushtri.